Unë kam dhe një pyetje të fundit. Dhe e lash me qëllim të fundit, po media si të duket sot, Mustafa, duke nisur me televizionet, por dhe me mediat online, do më thënë. Kemi shpërë. Pse ma bërë dhe pyetja? I dënuar pyetje e fundit është dënim në përgjithësi. Dhe ti e detyruar të përgjigjesh. Po nuk e di se do përgjigja ime është e tipit e kuptojnë që më thot dikush, po bërni harakiri, po vrisni veten, po sepse kam Dhe harakiri mund të bëj njeriu. Kam mendimin për të keq. Vetvrasja nuk do të thotë Muçi që është gjithmonë e keqe. Po varet kush e bën, ose. Po për median kam mendimin më të keq, mendoj që është një nga botët më të këqija në këtë makrobotën që kemi ne quhet. Përpara 20 vitesh kemi pas një media më të mirë. Më të mirë, thua. Po. Unë isha nderuar që shkruajnë te shekulli. Shekulli kontrollojnë masën e duhur nga Koçi Rrugëdhima. Sigurisht. Linjat editoriale i përcaktonte ai në le të themi një mas saktuar, por edhe Panorama më pas, po edhe gazeta tjera, po ishin gazeta që nuk e di, ti punoj atje dhe nuk ndjej që bëhesh e pis. Unë isha mirë atëherë, unë shkruaj nga shtëpia, në fakt, do nuk e di se çfarë marrëdhënie kishin gazetarët me. Jam okay. Po sot është një gjendje e mjerueshme, me të drejtën. Edhe media ka përgjegjësi të mëdha për situatën në cilën vendi ndodhet sot. Thash një gjë kështu, thash një gjë banale. Të vërtetat zakonisht Muçi janë pak të dhimbshme dhe janë kështu të tilla janë të vërtetat. Unë do të ftoja të gjithë njerëzit e ylle që të ndiqnin sa më pak televizion shqiptar, të shihnin sporte, të futeshin në rrjetet sociale, në YouTube, të dëgjonin muzikë, sepse sot ka sporte çdo ditë. Lloj-lloj sportesh. Nuk e di, vazhdon edhe sot më duket ajo atletika indoors, ndërkombëtare, balamet garash, ka tenis vazhdimisht, ka futboll, futbolli shpërndar gjatë gjithë javës. Edhe ato të trukuara janë pak se ka që nuk paguajnë parat shumë për shembull. Ja këtu ku jam unë në Itali për shembull me Interin, ata paguajnë shumë pak lekë, kanë marrë dhe internet budolla. Rumunësh ai, s'po them për vendin, po di unë, nuk paguajnë lekë, nuk blenë futbollistë, s'din. Dhe ato ti shikosh të mërzitin e qoftë, dhe do jetosh këtu ore. Do jetosh, dhe media është një pjesë, po dhe media thua ti si shoqëri. Unë kam një paganësi të madhe me mediat e mëdha, me televizionet që janë nacionale, që kanë edhe para, sepse kanë ndërtuar dhe biznese. Me këto televizione nuk du të lejojmë vetes, le të themi, shfaqjen e programeve që janë vulgare, që janë të një vulgariteti që fyen edhe njeriu me inteligjencë nën mesatare në shtëpi, që është duke i parë. Nuk du të lejojmë, po këto njerëz me sa duket ata i drejtojnë kanë një mentalitet, kupton? Dhe prandaj bëjnë programe të tilla. Pastaj shoh edhe një lloj bombardimit të madh me politikë. Po edhe përqendruar media Zoti Nano e përqendruar në një grush njerëzish që po vinja re për shembull një televizion që bënte dhe merrte dhe filmat e kinostudios, i përdorte të gjitha. Pra i marrin gjithçka dhe është në një grup njerëzish të cilët edhe ligji që është bërë në favor tyre pra kusuret mëdha, siç i kemi të gjitha. Në kushtet që kemi sot, opozita e ka të pamundur të vijë në pushtet. Ka një ngresht të madh. Pse mendoni se ndodh? Çfarë pengon? Paka shumë ne i tham gjërat. Nëse do të kishim një opozitë reformuar, mendoni se Rama rrëzohet? Rama rrëzohet, po varet tani se nuk është se largimi i Berishës në mënyrë automatike e sjell opozitën në pushtet. Varet kush vjen tani, por edhe Flamur Noka unë besoj që ulen gjasat që opozita vjen në pushtet. Varet kush vjen, nëse vjen një njerëz që thith konsensus, që na bën edhe ne dyve dhe të tjerë, na bën që themi, që ka interesant ky. Po me të shofun aty, se këta e kanë tharë, këta e kanë shkretuar gjithë mjedisin për rreth. Ose aty kanë dalë grupe armiqësore shumë. Po, dalin grupe armiqësore. Grupe armiqësore. E kanë tharë dhe tani ka njerëz. Po të pushkatoheshin këta, Muçi e them shpesh në studion, siç i pushkatonte Enver Hoxha, këto grupe armiqësore që kanë nxjerrë doktori, do ishin 200-300 grupe. Po, sigurisht. Që shoku Enver 7-8 grupe bërim. Tani dëgjoj. Po ai pushkatonte. Vëllai, më duket shumë e rëndësishme ky shkretimi mjedisit ku këta punojnë, më duket i qëllimt. Qëllim të thua. Sepse ka njerëz tani socialistë dhe demokratë që thonë po iku Berisha po doja me shumë gjatë shkatërrohet. Edhe këta e kanë të drejtë, kupton, se me shumë gjatë po iku Berisha po doja shkatërrohet. Unë nuk shoh gjatë që të rregullohet. Ka socialistë që thonë, se tani dakord Edi Rama 4 mandate, por nëse ikën Rama
PS-ja shkatrohet, në PS plas lufta civile. Këto janë gjëra që bëjnë sens, bëjnë kuptim, sepse ta e kanë tharë çdo gjë aty, kupton? Dhe nëse ikin këta, sigurisht do dalin personazhe të tjerë, secili do krijojë atë parcelën e vet, do krijojë fraksionin e vet, partitë do përçarë. Muçi sipas te bie ajo teza që Rama nuk rrezohet me zgjedhje. Rama rrezohet me zgjedhje, por duhet jetë ai që rrezon, thua ti. Ylli Lulzim Basha vetëm për pak me fjalë shpëtoi pa ardhur në pushtet. Në zgjedhjet e fundit që ka qenë kryetar Lulzim Basha. Ishin shumë pak vota, 35.000 vota. Madje unë mbaj mend që ai e nisi nga një start i dobët shumë dhe pastaj në mënyrë progresive u rrit sigur fushat elektorale të vazhduar edhe një javë, ai kishte fituar zgjedhjet, sepse po funksiononte rritja graduale. Pra Edi Rama mundet gjithçka me të, po kjo është një narrativ që e kanë krijuar këta njerëz që duan të mbajnë Berishën me pahir aty. Edhe ka që thjeshtë gjë. Me Berishën unë mendoj që shqiptarët janë ndarë njëre mirë, nuk është puna ime dhe jotja, po unë më shoh janë ndarë shqiptarët. E kanë braktisur në rrugë. Unë herën e fundit bëra një monolog te programi ime dhe dash një pasazh nga një intervistë që ka dhënë Berisha në Vision Plus. 2-3 vjet mbas 20 janarit dhe ai tha Ylli që me siguri e ke parë dhe ti, me siguri e kanë parë dhe këta që po na dëgjojnë. Ai tha më erdhi Tom Countryman, një amerikan, zyrtar amerikan, më erdhi në zyrë dhe më tha ti du të lejosh opozitën, do të thonë që një javë mbas 20 janarit të protestojnë, sepse kanë edhe një arsye shtesë për të protestuar, vranca njerëz. Edhe Berisha tha, unë i thash atij zotërista që shko te Edi Rama dhe thua që nëse ai e bën prapë atë që bëri, unë do vë 5 sniper në terracën e ministrisë. Snajperi 6 do të jem unë. Dhe nëse snajperet le themi legal nuk më përgjigjen si përgjigjen urdhrit tim, do jem unë që do e qelloj e do vras vetëm Edi Ramën. Tani kur shef një personazh të tillë, edhe kjo unë ja thash një të huaj dhe nuk i besoj. Shqiptarët pavarësisht nga shkalla e inteligjencës. Mund t'ja jep një me zë aty të huajt. Si? Mund t'ja jep një me zë këtë të huajt. Jo, s'ke me zë s'ke ata i gjën tak. Nuk e bër, ajo që në Shqipë tonë dhe prapë nuk do besonte as të përkthimi do e bëja unë. Po shqiptarët, pavarësisht nga le themi shkalla e inteligjencës, formimi politik, apo nuk e di çfarë tjetër, përballë një personazhi të tillë e kanë shumë të lehtë zgjidhjen. Pra kjo është arsyeja që ai nuk pyetje sa duan shqiptarët ta rrezojnë Edi Ramën, shpesh siç tham thuhet nga analistët që nuk rrezohet me zgjedhje. Po duket se është dyshim, nuk do populli vetë ta rrezojë për arsyet që ti the. Nuk pse kush do vijë ti dhe si do vijë. Mosvallët duan ta mbajnë, pse ndonjë dëshirë të popullit, dëshirë të njerëzit për ta hequr Edi Ramën? Jo, në rrethanat që alternativa tjetër është Berisha, duket si banale ta thuash, se thonë gjithë, edhe njëra që duhesh duke më dëgjuar, ama prapë ja po thua është vjetruar shumë. Është banalizuar si gjë.